Zoti Zhlima, si mendoni kur do jetë ajo goditja finale që mund të bëhet ndaj Belinda Ballukut, duke qenë se SPAK-u ka lëshuar 35 urdhër kontrolle ndaj të afërmëve të saj, dhe në këtë rast drejtësia është duke shkuar hap pas hapi pas Belinda Ballukut për të dhënë këtë goditje finale? Kjo goditje do të jetë pak më e sofistikuar dhe do të jemi në një situatë që s'kemi qenë ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë. Unë kam thënë tek ju që do shpiket një dosje në kushtet e flagrancës për të ndaluar zonjën Balluku në një komisariat ose në SPAK, duke thirrur që mund të jeni këtu tek ne, sepse ne po ju njoftojmë që jemi në kushtet e flagrancës sepse ju keni kryer një krim. Ajo sigurisht do të thotë që unë s'kam kryer asnjë krim, por SPAK-u do veprojë në kushtet e flagrancës, duke i thënë që ne do kërkojmë autorizim nga kuvendi në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç aplikohet në nenin 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale, kur kuvendi i Shqipërisë do të marrë menjëherë vendimarrje të lirohet apo jo deputeti kur është në kushtet e flagrancës. Kjo është dosje që përpiqen që të bëjnë për zonjën Balluku. Tani nuk e di a do të vendos zoti Brau një standard të tillë, sepse ky standard nënkupton që pas pezullimit të një ministri në qeverisjen ekzekutive, sigurisht nënkupton që situata në Partinë Socialiste për shkak të mënyrës se si duhet të largohet me të çdo kusht një person që ka shërbyer në urdhrat e zotit Rama, është treguesi i qartë që zoti Brau duhet të marrë një vendimarrje për të thënë që SPAK-u nuk do të shkojë më në komisionin e mandateve duke bërë procedurën e tillë, po do të shpikë një dosje në kushtet e flagrancës, duke treguar që gjatë kohës kur kjo ka qenë në dieni të procesit penal, ka vepruar dhe ka kryer vepra penale të tjera gjatë kohës kur ka qenë në detyrë. Prandaj them që pritet për të parë muaj maj, për arsye sepse zoti Brau duhet të shfaq talentin e tij profesionalo-politiko-partjak, sepse këto janë të kombinuara me njëra tjetrën dhe nuk janë të ndara me njëra tjetrën, ashtu siç disa mashtrues analist na thonë, tjetër është reforma në drejtësi që qytetarët presin 100 vite pas 2016-s, dhe tjetër gjë është SPAK-u që ishte pritshmëria e shqiptarëve, kur ndërkohë që të dyja bëjnë pjesë të njëjtës reforme dhe nuk kanë ndonjë diferencë me njëra tjetrën, por kjo e themi për mashtruesit analistë që mashtrojnë popullin shqiptar. Tani, themi të vërtetën është që po zoti Brau do të bëjë punën e vet ashtu siç ja ka rekomanduar Partia e vet, dhe ajo tjetra që ne mund ta diskutojmë më vonë, dhe vajtja e zotit Brau në Amerikë do na thas zonjën Balluku në seancë. Pra, kuptimi është që manuali vjen nga PS-ja, ndërsa fotoa nga Amerika, dhe shitet në Shqipëri si një kërkesë e ndërkombëtarëve, ndërkohë ku partia çon manualin që të vazhdoj ekzekutimi i porosisë, sepse është vonuar madje shumë. Si mendoni, kush do ta ketë radhën pas Belinda Ballukut, duke qenë se Edi Rama duket që është i paprekshëm, por kush mund të jetë ai eksponent, qoftë në radhë të Partisë Socialiste apo të qeverisë, që mund goditet nga SPAK-u për gjatë këtij viti, duke qenë se rasti i Taulant Ballës për shembull është përmendur shpesh nga opozita, duke i thënë se do të jetë ai pas Ballukut, nisur edhe nga përgjimet që janë kryer nga SPAK-u dhe ku emri i tij ka rezultuar në disa dosje që SPAK ka pasur dhe ka nën hetim. Me vajtjen e zotit Taulant Balla në GKK dhe deklarata e tij jashtë SPAK-ut, duke u krenuar për drejtësinë e reformuar, për drejtësinë që pret populli shqiptar, mendoj se zoti Balla deri në 2027 në dhjetor, nuk do t'i ketë të lashet e mirë me Partinë Socialiste, sepse zoti Rama do përpiqet të largojë dhe zotin Balla nga Partia Socialiste me çdo kusht.
të gjithë të vjetrit. Se po ju ndërpres, madje qëndrimin e tij ose lavdrimin e tij për punën e SPAK-ut, shumica kanë krahasuar me atë lavdrim që bënte Rion Velia. Po, të cilët janë koleg prokurorët e SPAK-ut, dhe ndërkohë përfundoi në të njëjtin vend. Ky ishte gjyqtar dhe dilte me vendimarrje ky edhe thosh sa burr kemi ecur duke shpartadhuar, duke fut në burg njerëz të djallës majtas. Edhe një herë krenaria e tepruar e zotit Balla në krahasim me GKK-n dhe SPAK-un është treguesi i qartë që zoti Balla ka vajtur aty sepse ka qenë në pozita të vështira, sepse zoti Rama do thirret për shkak të kallëzimit që ka bërë zoti Balla. Unë mendoj se politikisht zoti Balla do të qëndrojë në Partinë Socialiste në maksimumin deri në dhjetor të 2027-ën, por mendoj në një moment të caktuar, sipas porosisë gjithmonë të manualit të partisë, zoti Balla për mendimin tim, mos them edhe më përpara, po gjithsesi në maksimumin deri në dhjetor të 2027-s nuk do t'i ketë mirë rrugët me drejtësinë e krenuar nga ana e tij, që është një drejtësi e përkryer, reale, e vërtet, që është një e pavarur, e paanshme, mashtrimet që thot populli shqiptar nga mes deri në darkë. Por mendoj se kjo ka qenë strategjia e mirëmenduar, jo vetëm të mbrojtjes së zotit Berisha, por ka qenë edhe një porosi, mendoj unë, edhe nga vetë njerëzit e zotit Rama që kanë një vije linje komunikimi me zotin Berisha nëpërmjet mbrojtjes së tij. Mendoj se thirrja e zotit Balla dhe zotit Rama në GKK nuk kupton që zoti Rama ka dashur patjetër që zoti Balla të shkojë atje dhe të krenohet si Rion Veliaj, sepse mos harroni faktin se edhe Rion Veliaj u krenua dhe tha për kolegët e tij që ishte i magnitur nga gjithë ato kolegë të mirë, të dashur, të jashtëzakonshëm, nuk kam fjalë të tjera të shtoj duke mashtruar opinionin publik. Por e vërteta çfarë na doli me zotin Veliaj, që ai pasi tha që janë kolegë të mirë, të papam, të pavajgjinushëm, ç'a bëri ai? A bëri kërkesë që të shpallet e pavlefshme emrimi i zotit Dado në SPAK? Pra si ka mundësi kur ti, pra shiko tani, se këtu janë edhe këta duan të na luajnë edhe mend, çfarë kupton, është edhe të mëshme kjo gjë. Ti për shembull je politikan i një partie të caktuar, që është Partia Socialiste, i e krenuar duke mashtruar popullin shqiptar që kjo drejtësi do funksionojë e pavarur. Ky është një mashtrim publik. Mirë. Nuk funksionon drejtësia e pavarur nga qeverisja, kur nuk është. Ajo mund të jetë e pavarur në vendimarrje të brendshme, po kurse si e pavarur në aspektin e vjushmërisë së hetimeve dhe procedimeve, sepse ajo ka thjesht pastaj një praktik tjetër se do analizë juridike dhe kuptim plot të frymëzimit. Por ne shkojmë këtu dhe themi, Orti Zotri, pse na mashtrove ti dhe na the kolegë të mirë ata, kur ti e dike që zoti Dado që ka njëri që është emëruar në mënyrë të padrejtë në sistemin e drejtësisë së Partisë Socialiste. Kjo, o do të thotë që ti e pas ke vendosur qëllimisht në vetting dhe ke kaluar qëllimisht në vetting, që nesër kur të ndodhi një problem thuash, cila është kjo drejtësi? E kupton? Sepse kjo nuk ka fare asnjë pesh kuptimi. Pse? Sepse është sikur flet Sali Berisha dhe Edi Rama dhe thërë, më vodhe zgjedhjet ose hap kutit. Por ti edhe ti pra Rama dhe Berisha bën reformë zgjedhore. Nuk e bën as Gylseni, as Bardhi. Mirë, tani, ju të dy i bërët reformën zgjedhore. Shajnë nga mes deri në darkë me njëri tjetrin. Ky tjetri kryebashkiak merr titullin e ministrit të drejtësisë, a kupton? Kolegët e mikt me këta, është të ndershëm, të mirë, të përvolu fare, këta janë shejtor, ne të tjerët jemi djalli. Dhe ti thua, jam krenar për këtë gjë. Ti si mund të thua që je krenar për këtë gjë, kur ti në realitet nuk po përfaqëson drejtësinë, sepse ti nuk je pjesë e drejtësisë, po për shkak se këta kanë krijuar bashkëpunimin në këtyre në tavolina të errta dhe me gjëra të tjera në mes, e din vetë ata mos ke merak, thjesht ne supozojmë. Kanë krijuar sigurinë e tyre dhe kur vjen momenti që ata me gabimet e tyre të ignorancës, të pamaturisë, sepse ata arrin në një studim shumë të zhgënjur. Pra,
bën veprime sepse besojnë se pushteti është i tyre në mënyrë absolute i përjetshëm. Dhe pikrisht e këto gabime që këta bëjnë, sot ne i shikojmë që Velia nga koleg i thot armik. Pra, e shikoni situatën, rastin Veliaj mos e shkëput nga rasti Balla, pse se ai doli dhe bëri një deklaratë shumë të fortë, i krenuar për drejtësinë. Pra, Balla duhet kuptoj tani që në çdo moment do t'i vije diçka pas. Pse do t'i vije diçka pas? Sepse Berisha, edhe ma dëgjoj me kujdes këtë që po të them. Berisha procedimin penal e ka nga Balla. Po. Berisha ka konflikt me Ballën këtu e shumë vite. Balla ka bërë një deklaratë shumë të keqe, po nuk e përfundova në burg Berishën. Po Berisha e ma peng Ballën. E di pse e ma peng, do t'ja puni ty një lajm. Berisha në ndryshime kushtetuese, në ndryshime zgjedhore, në ndryshime territoriale, dhe pse jo dhe ndonjë kërkesë europiane për nevojimin e 94 vota në parlament, po nga PD-ja, kërkon kokën e Taulant Ballës përpara drejtësisë shqiptare.